Në një kohë ku gjithçka lëviz me shpejtësi dhe vëmendja jonë shpesh shpërndahet mes ekraneve dhe informacioneve të shkurtra. Libri është ai që mbetet një nga strehat më të sigurta dhe të mendjes dhe të shpirtit tonë. Sot pikërisht në ditën ndërkombëtare të librit nuk festojmë vetëm faqet e shkruara, por botët që hapin ato, mendimet që formsojnë dhe mendësitë që na lën pas. Për të folur më shumë për rëndësinë e librit, për këtë ditë të madhe, për sfidat e leximit në kohën moderne dhe për vetë rrugëtimin në letërsinë e gjuhës shqipe. Kam kënaqësinë të flasim sot me mësuesen dhe me shkrimtaren, me Ireme Kajolli Tusha. Mirë se erdhët. Mirë se të gjeta, Gjanam. Faleminderit. Sot një ditë e madhe, sidomos për ju që shkruani dhe që jetën tuaj ja keni dhuruar, sidomos lapsit dhe fletës së bardhë, është dita ndërkombëtare e librit. Pse dita ndërkombëtare sot, si lindi kjo në fakt? Dita ndërkombëtare e librit, do më thënë festohet me 23 prill, si ditëlindja. Edhe synimi i kësaj është promovimi i leximit, promovimi i librave dhe mbrojtja e autorsisë, drejtës autoriale të shkrimtarëve, të poetëve. UNESCO-ja në vitin 1988 mbajti mesantarëve një mbledhje dhe që vendosën që dita ndërkombëtare të jetë 23 prilli. Mirë po në vitin 1995 filloi, do më thanë, të kremtohet prej ati viti. Si vjetë e kemi 21 vjetorin, pra 31 vjetorin kërkoj ndjes, po. Kështu që pse, do më thanë, 23 prilli? Po, pse? Se me 23 prill ka qenë dita e vdekjes së Shakespeare-it, të Cervantesit dhe të De la Vegas. Tre shkrimtar të mëdhenj. Tre shkrimtar të mëdhenj. Mirë po nga ana tjetër, është edhe ditëlindja e shumë shkrimtarëve të njohur. Kjo një çudi. Po, edhe për atë shkak kanë vendosur që 23 prilli të jetë dita ndërkombëtare e librit dhe që është bërë një diçka shumë e mirë që fillohet të festohet, pra të kremtojmë çdo vit. Edhe ja e shihni, edhe sot hapet panairi i librit për ditën ndërkombëtare. Pikërisht, zakonisht në këto ditë po hapet. Ajo që më bën përshtypje është në paraqitjen tuaj, sot e keni edhe një trëndafil në xhaketën tuaj. Kuptova që kjo ka një domethënie, nuk është rastësi. A mundeni të na tregoni për të gjithë shikuesit pse? Po, në Spanjë, në Kataloni, për ditën e librit, kush ka bler një libër, je kam dhuruar një trëndafil. Edhe unë, për atë shkak, sot e kam bërë me trëndafilit. Kjo është edhe si një motivim, se edhe dhurohesh me gjën më të bukur trëndafilin, ne e dim se sa është bukur të dhurohet një trëndafil, edhe nga ana tjetër ke bler një libër dhe ke fituar një huria. Po, ke fituar, edhe kështu që dhe trëndafili pra e simbolizon librin. Dishka trëndafili është shumë e bukur, po edhe libri diçka edhe më e bukur, të themi. Normalisht ajo ngel gjithmonë në sirtarin tonë dhe mund t'i rikthehemi kur të duam, kur do që e ndjejmë që është e nevojshme. Ju jeni edhe një mësimdhënëse dhe një shkrimtare. Kjo ditë për ju, çka do me thënë? Po, për mua normal si shkrimtare. Është si një fest? Është një fest me vërtet të cilën kremtojmë, edhe normal që bërojmë libra. Po, vetëm për ato lexuesit, se me të vërtet edhe çdo njeri t'i dhurosh libër, ta merr librin, ta hudh aty dikund ose e vendon në rraf ku pluhuroset, nuk është mirë. Për atë shkak ne i njohim lexuesit tanë, me të cilët bashkëpunojmë, bisedojmë për librat, i lexojnë librat tona edhe për atë shkak dhurojmë libra. E përmendet se normalisht ka njerëz të ndryshëm, karaktere të ndryshme dhe ca prej tyre marrin librin dhe e fusin aty dhe harrojnë që e kanë. Sa ka humbur në këtë kohë vëmendja përballë teknologjisë, vëmendja e leximit përballë teknologjisë? Shumë. Shumë ka humbur. Do me thënë, përpara kemi lexuar shumë, normal nuk ka ekzistuar teknologjia dhe ne ju të them të detyruar, por kemi pas dashurin për leximin e librit si nga ana e prindërve, po ashtu edhe nga ana e mësimdhënësve. Edhe normal që ne e kemi ndjek ato hapa dhe kemi lexuar mjaft. Mirë po tash edhe sa do kudo që të flasish për librin, në qoftë se në një shtëpi
nuk lexohet. Në qoftë se në një shtëpi, një fëmijë nuk e sheh prindin me libër në dorë, asaj nuk do. Po normal që nuk do të lexon, ne sado kudo që të tentojmë, shumë rrallë të dikush e zgjojmë atë dashurinë për libër. Edhe kështu që ne flasim edhe me prindërit që telefonat të lanë pak anësh, të marrin libër në dorë që fëmijët të shohin. Se libri çka është? Libri është fitimi i njohurive, përsëritja e njohurive, zhvillimi i tururit. Po ashtu motorika ndihmon, në motorikën ndihmon, në kujtesën ndihmon, në shumë sëmundje të trurit. Për atë shkak është shumë bukur të lexohen libra. Po mos harroj të përmendi. Të flasim pak për letërsinë shqipe. Po. A ti doni të deli? Po, normal, atë kemi në telepati. Ajo është zemra jonë, letërsia shqipe. Fillet e para të letërsisë shqipe kanë fillu në vitin 1508 me veprën Historia e Skënderbeut të Marlin Barletit, mirë po ka qenë në latinisht. Më pas në vitin 1555 me Shari, nga Gjon Buzuku, është libri i parë në gjuhën shqipe. Edhe prej andej, pastaj vazhdojmë, do me thanë, i kemi rënjët e thella. Prej vitit 1500, edhe pak një shekull. A ka libra që mendoni, për shembull si me Shari i Gjon Buzuku, që besoj se çdo shtëpi e ka dhe çdo shtëpi duhet ta ketë si një dëshmi se nga ty ka filluar rrënjësisht letërsia shqipe, a ka libër që ju mendoni se çdo i ri duhet ta ketë në sirtarin e tij? Patjetër, me çdo kusht. Me çdo kusht. Unë do të pak tash ka libra shkencor, të mësimeve, gramatika, drejt shkrimi. Po patjetër duhet t'i kenë në shtëpi, fjalorët e gjuhës shqipe, e pastaj me radhë libra tjera. Shumë prind duhet të kenë edhe shumë libra për fëmijë, të blejnë libra për fëmijë, t'ua lexojnë, t'ua japin, t'i shfletojnë ato libra, t'i mësojnë që fëmijët mos t'i grisin. Po, le ta ruajnë. Po, se unë nisem prej vetes, neve prindërit na kanë blerë shumë libra, përpara ka qenë zana në shkollë, zana në shtëpi, zana në park, edhe ne jemi rrit me ato libra, unë ende i kam, edhe ju jap nxënësve të mi të lexojnë. Çfarë ndjesie veçantë. Po, edhe me të vërtet duhet të ketë në shtëpi libra për fëmijë, e më pastaj normal edhe libra tjerë. Po, sidomos tani këto librat për fëmijë janë me aq atraktive, i kanë bërë me ngjyra të bukura dhe padyshim që pse jo, edhe para se të flejnë fëmijëve t'ua lexojnë nga një përrall, ajo ju ngelet edhe pastaj si shprehi. Po, normal. Dhe shprehia kur kalon në shkallësi, atëherë nuk ka kush mund ta ndalë. Nuk ka kush ta ndalë. Më thuani se a mund të zëvendësohet ndonjëherë libri nga format moderne të informacionit, nga këto portalet, nga këto filmat e shkurtër që po i bëjnë, ose shembull një film të plotë e rumbullaksojnë me 15 minuta një tregim të shkurtër? Shef, nuk duhet t'i lamanësh edhe këto portale, do më thënë internetin, se duhet të shiqojnë. Mirë po, normal që është mirë edhe librin të kenë, ti kombinojnë. Pse jo? Po, edhe ide e mirë edhe kjo. është edhe një gjë që ne kemi edhe fëmijë të cilët kanë vështërsi në të folurit. Për më thënë nuk flasin dhe nuk ndigjojnë, mirë po lexojnë nga goja. Edhe te ne këtu në Shkup, sa ka ashtu libra për ato fëmijë, sa mund të lexojnë, ato jo që nuk mësojnë të lexojnë, mirë për ju duhet edhe pak kohë më tepër, ose për fëmijë të verbër. Ato shumë ma lehtë e kanë me ndëgjim. Po. Ndërsa këto që s'mund të flasin fëmijët, normal që kur do të shtojnë të lexojnë, edhe më bukur pastaj edhe do ta kuptojnë tregimin. Edhe më të lehtë. Do të duhet kombinime të ndryshme, si për fillim, që pastaj të vazhdojnë të lexojnë normal. Dua një mendim shumë personal, çka humb një shoqëri nëse nuk lexon? Çfarë mund t'i ndodhe një shoqëri e cila në vazhdimsi shkon edhe humb atë ritmin e leximit, atë traditën e leximit? Po çka të them, vetëm prapa mbeturi të them. E vërtet. Sa të them, është diçka shumë e keqe.
Duhen libra të lexohen pa marrë parasysh cilit shkrimtar, apo në cilën gjuhë të lexohen. Po, mendoj se nuk ka lidhje shkrimtari, është mirë që ta krijojmë atat. Mirë po, unë edhe kam diçka, ndoshta nuk ban, mirë po, si veprojnë tjerë. Ma tepër të lexohen libra të shkrimtarëve shqiptar së pari, ti në qoftë se nuk e njeh veten tënde. Do me thënë, nëse nuk e njeh shkrimtar shqiptar, veprat e tyre, si do të kalojsh ke lexu vepra shkrimtarëve të tjerë së pari të lexohen. Kemi mjaft emra të mëdhenj, po. Po, kemi mjaft, është nder për ne, edhe të kemi në shtëpi libra të shkrimtarëve shkrimtar, mirë por në qoftë se dikush nuk ka mundësi të ketë shumë libra, janë bibliotekat të ndryshme. Kemi, po, opcione ka, nuk ka. Po, ka shkrimtar për të cilëve nëse kërkon një libër, edhe pse ne i shesim edhe librat, mirë po edhe dhurojmë. Për dashamirat e leximit, ashtu me gjithë zemër dhurojmë librin, vetëm të lexohen. Edhe kështu që, do me thënë, duhet fillohet prap, jo nga fillimi, se ne nuk jemi, nga fillimi të fillojmë, mirë po, nga diku ku e kemi lanë, duhet fillohet leximi, se me të vërtet, ajo është një pasuri shumë e madhe për njeriu. E vërtet. Sipas jush dhe eksperiencës tuaj të rjetën, çfarë bën një libër të paharrueshëm? Përmbajtja. Okej. Më varet se si është përmbajtja dhe më varet se sa ta prek zemra. Mirë po, çdo person, do me thënë, dëshiron i donë libra të ndryshme, dikush e donë kriminalistikën, dikush ka dëshirë diçka më romantike të jetë edhe kështu me radhë. Pa luan rol edhe gjendja emocionale? Po normal. Se ndonjëherë jemi keq, duam ndonjë libër pak si e thatë ju, pak më dramë. Po normal. Edhe, mirë po çdo libër që lexohet, nëse lexohet me gjithë shpirt, me dëshirë, atë libër do ta duash. Se çdo libër e ka qëllimin e vet pse është shkruar. Nuk është shkruar vetëm kot ashtu, hajt unë do ta shkruaj një libër, të lexojnë lexuesit, mirë po aty është qëllimi. Mirë po kur lexuesi e gjen në veten e vet atë mesazh, atë porosi, edhe e prek aq thellë, do me thënë aty është arritja e qëllimit të autorit. Besoj se ajo është edhe pastaj edhe një shtytje që sa më shumë lexuesi të lexon, sepse aty e gjen veten dhe më pastaj edhe më lehtë ndoshta e ka edhe ato ndjenjat e tij aty ti menaxhon. Keni ju jashtëzakonisht shumë veprimtari, keni punë të cilat i keni veç se më të botuara, të publikuara. Cilat janë temat që juve më së shumti i prekni? Unë i doa librin shkencor, do me thënë gramatikën. E thatë edhe. Për shkak se është një ndihmes. Si për nxënësit, si për mësimdhënësit, për shkak se është si udhëzues për mësimdhënësit. Edhe është mirë që ta kenë posaçërisht mësueset e reja, po ashtu edhe fëmijët. Do thënë, tu shtrojnë aty se është shumë mirë i përpiluar. Ku mund, jo që nuk i din, po t'i përsërisin diturit. Pak një farë erë të fladit të fryrë. Pastaj romanin, romani është me përmbajtje dashuri, është një histori e vërtet, gjithmonë kur kam dalë kam tregu. Librat për fëmijë, Shokët e Lagjës janë, tregime të vërteta janë të fëmijëve të mi dhe të fëmijëve të mahallës. Po, si kanë rujtë kafshë, si janë sjellë, është shumë edukative. Vjershat për fëmijë të cilat, normal që këto gjithë me vite janë shënuar, për njerë nuk bëhen. Vjershat për fëmijë janë simbas moshës, jo, Sytë e diellit. Ajo është? Po. Dhe 3 librat janë me poezi, normal që për të rritur. Ka tematika të ndryshme, tematika për dashuri, sociale, kombëtare, advetare, e kështu me radhë, po gjithkush mund ta Ajo që më bëri shumë përshtypje, më duket është ai libri që nuk ka qëndruar në këmbë, është një libër Borgji. Po, Borgji është romani. Për çfarë pak na bëhet fjalë aty? Unë vetëm një fjali do të them, për shkak se ato që dëshirojnë që të marrin të lexojnë është një histori e vërtet, edhe e cila mbaron me një fund? Një dashuri të madhe. Okej, atëherë ja vlen të lexojë, sidomos për ata që janë në atë moshën e dashurisë. Po, ato që e kanë lexuar, kanë
hap telefonin. Ke marrë sigurisht po komente, Ju ka vlerësime. pëlqy, edhe normal që unë jam gëzuar, basi aty ju ka Patjetër. pëlqy, se ajo është. Edhe normal që ja tash prap mire me disa rrëfime të vërteta. Mirë po, këto nuk mbarojnë me njëherë, kam fillu që moti, mirë po do duhet Padyshim, është proces i gjatë, po. Edhe më tepër kam dëshirë, do më thënë të shkruaj për gjërat të vërteta që kanë qenë, për aty edhe inspirohem më tepër. Këto doja t'ju pyes, procesi juaj është disiplin apo frymëzim momental? Po, nëse qoftë se nuk ke frymëzim, nuk mund të shkruajsh. Po, për të shkruar duhet të kesh edhe disiplin. Do me thënë është një... Po, normal, se pa disiplin, asgjë, askund, asnjëherë nuk arrit. Mirë po, duhet ta kesh edhe frymëzimin. Se kot edhe të kesh disiplin kur nuk ke frymëzim. Po, nuk ke se si ta kapësh lapsin. Ato shkojnë bashkë si bineq. Po, me i ndasi me i vratuet. Po. A është e vështirë të jesh krimtar në këtë realitet tonin që e diskutuam se sa më pak numri i lexuesve është, nuk është duke u rritur, po fatkeqësisht shkon në rënje sipër. Është e vështirë. Po, është e vështirë, them për neve, posaçërisht në Shkup, ne nuk kemi librari, si mos tjetë e vështirë. Na mungon libraria Shkupi, krye qytet. Keni bërë kërkesat si gjithë si shkrimtar, jam e bindur, po? Po, kemi bërë kërkesa, mirë, po, ajo nuk mbarët. Jo, po, normalisht. Libraria në kishim që u hap Nobeli, edhe u mbyll, normal që edhe prej dëshirës nuk e ka mbyll. Normal, po. Mirë po duhet njerëzit që dëshirojnë të miren me libra, të hapin një librarinë të gjithë duhet të ndihmojnë. Patjetër, se cili të kontribon në mënyrën e Për shkak se turp është për neve. Krye qytet ta humbim librarinë. Vilajeti, Shkupi që kanë ta, ne mos kemi një librari. Për atë është vështirë të jesh ndoshta shkrimtar, se për shkrime, për shto, normal, gjithkush mund të shkruan. Mirë po, unë s'mund të them vete se jam shkrimtare, se jam poete, për mua nëse nuk thojnë të tjerat. E vërtet. Duhet të tjerët të Basi të tjerat që kemi shkrimtar poet të njohur, të cilët i kanë lexu veprat e mia, edhe mbase ato më thasin poetë ose shkrimtare, autore, atëherë me vërtet unë e ndjej veten shumë të lumtur, për shkak se unë s'mund të them vetes time se jam. Duhet më vlerëson dikush tjetër. Po, patjetër. Se kjo nuk është një diplomë që jam profesoresh, kam dhënë provimet, e kam marrë diplomën. Kjo diploma ime që do ta marr nuk shihet. Po, fjala e të tjerëve. Është fjala e tjerëve, po ashtu edhe të popullit, të njerëzve që i lexojnë librat e mia. Po. Të kthehemi pak te letërsia shqiptare. Mendoni se letërsia shqiptare po e merr vëmendjen e duhur dhe atë që e meriton, sepse është një letërsi e vjetër, është një letërsi që ka shumë fjali brenda, kemi një fjalor shumë të pasur. A e merr letërsia shqipe meritën apo atë vlerën që e meriton? Po tash, prej disa njerëzve mund të theme po, prej disave jo. Mirë po ne pa marrë parasysh të gjithë shqiptarët e vlerësojnë letërsinë shqiptare. Pa marrë parasysh edhe sa lexojnë, mirë po kur është për letërsinë shqiptare, shqiptari gjithmonë e vlerëson. Neve jemi ashtu tipa bujare, kemi atë shqiptarët e kemi në vete, shqiptari për shqiptarin patjetër. Po, edhe kjo është një e mira jonë, për shkak se në këto gjana ne përkrahim njëri tjetrin. Më se vërtet, sidomos kur ta dëgjojmë, ose jemi në një vend të huaj kur e dëgjojmë që është një biznes shqiptar, me njerë duam ta vizitojmë. Ajo edhe më shumë po, ashtu. Me njerë. Këtu e kemi dëshmuar veten. Zonja Merema, më thoni, cila ka qenë sfida më e madhe juaja gjatë gjithë rrugëtimit tuaj? Sfida ime. Kam shumë sfida. Dhe para që ju shkojnë ndërmend. E para që më shkojnë ndërmend tregimet për familje. Okej. Jo rastisht e pas kam në dorë, pra. Për shkak se kjo është një libër për familje. Po. Librat për familje janë shumë të vlefshme. Edhe janë të ndihshëm, duhet shumë të jenë interesante, po. Ndoshta mua më kanë ndihmuar dhe më ndihmon ajo që punoj me familjet. Edhe jam në botën e tyre edhe i dua familjet. Po. Po ashtu
është edhe një gjë që nuk ja kam prish dëshirën fëmijëve të mi. Ato kam pas dëshirë të ruajnë ndonjë kafsh. Unë nuk ju kam thënë jo, për shkak se një fëmijë që i don kafshët edhe dëshiron të kujdeset për kafshët, shifet zemra e tij. E vërtet. Edhe për atë shkak kam leju, mirë po kam thënë unë nuk do të kujdesem. Ju do të kujdeseni, dëshiron, do të kujdesesh. Do të më japish fjalën. Edhe ma kanë dhënë fjallën, janë kujdes. Jo që unë i kam lanë anësh, normal, mirë po, atë obligimin kryesor... E keni lanë të ndjeni, po, për shkak se që në jetë ato pastaj të dinë çka është obligimi. Në më thënë, kështu duhet të veprohet që kështu të rriten, po, ta kenë karakterin më të fort, të jenë më të ndishëm, të jenë më emocional. Edhe, unë çka bëra një ditë, fëmijët e mi kanë rujtë shumë kafshë të ndryshme. Si ujore, toksore, do më thënë edhe... Ajrore. Ajrore. Të gjitha. Do më thënë frizogje, kafshë tujte, kafshë këtu, po. Edhe, thash pse unë nuk i shënoj si kujtime. Edhe mora e bana skicën, se në skicën kur vajmë për njerë shënojmë të vetë që mos tarojnë. E pastaj normal ka shku kohë, të risa i kam regullu, mirë po janë me të vërtet, të regimit të gjitha të vërteta. Vetëm që qka kam duru, emrat, vetëm një fëmi nuk e ka emrin e njët, emrat e kam duru, për ndryshe situatat të ngjarjet janë të vërteta, si kanë reaguar ashtu të tregoj, se ka qenë shumë interesant. Se të mos harroj se librin për fëmijë ka kalu në shumë kontrolla. Mas pari, unë ta dish sa herë kam kontrollu, gjithmonë kam gjetë ndonjë gabim. Po pse? Që edhe libra tjera, po të ketë ndonjë gabim, nuk ndodh, edhe është nuk është e pamundshme, mirë po është shumë e mundshme, mirë po te tregimet për fëmijë nuk kam dëshirë të ketë gabim. Që dhe ata mos mësojnë me gabime po? Se, kjo është për fëmijë. Tregime janë. Edhe kështu që kanë kalu në shumë duar, në lektorin që e kam pas, normal edhe redaktori, po ashtu edhe miqët e mi që janë lektor, të gjithë jemi munduar që të delë pa gabime, i falimderojmë tyre shumë. Mirë po, çka kam ba, nëse e kam baru librin të shofë se si do të shkon. A vlen të botoj, apo nuk vlen. Së pari, i kam printu fletat, po si liber e bana, dhe dhash fëmijëve të lexojnë. Edhe kur e pash sa ato sa u gëzuan, e morën ta lexojnë, edhe sikur për një herë donin ta mbaronin. Para mendon një fëmijë për një ditë e ka lexuar librin. E tash këtë libër, kur e botova, fëmijëve që janë personazh në libër, erdhën një ditë të rinj te unë, normal që i ftova, edhe nxjerra librin, të shifni. Këtu jeni ju, po si. Dhe në gjitha lojrat e juj, që ka keni ba, janë këtu sa të kanë qenë më falni, shok të mahallës që aq bukur kanë kaluar, asnjëherë nuk janë ngrind me zvekte, edhe sot e kësaj dite ato janë ma të bura të më dhejnë, ende shoqërohen. Edhe çdo njeri e ka marrë librin edhe e ka vëndu në thirrtar, që edhe të shifet. Edhe ata fëmijëve të tyre sigurisht do a japin dhe do u tregojnë. A ka më bukur se diçka të dokumentohet nga familja? Me vërtet nuk ka. E për atë shkak, gjitha librat i kam të vlefshme, normal, mirë po tregimet për fëmijë. E ka një rol të veçantë, sigurisht. E ka një rol të veçantë. Çka ju motivon të vazhdoni të shkruani? Mos të ndaleni, sepse sa po thatë se edhe diçka jeni duke... Po më motivon, dhe më thanë unë çdo situatë që shoh diçka, më tregon dikush, do një rrëfim, ose jetën e vet. Mundoheni të merrni... Pastaj marr prej aty diçka, ose më vjen të shkruaj një poezi, ajo më varet prej ndjenjave sa më prek. Do një herë edhe nuk më prek dhe nuk shkruaj asgjë. Po tash po rrëfimet shkruaj, rrëfimet e... Ajo ju e identifikon më së shumti? Po, do më thanë është... Kam fillu prej familjes time. është një rrëfim shumë interesant dhe shpresoj që të del një libër i mirë. Mirë po, besoj që lexuesit do ta tregojnë.
edhe shpresoj, kam dëshirë që edhe se vitin tjetër të botohet, pasi kam fillu që një kohë të gjatë të shënoj, shpresoj ta mbaroj, do më thamë, shumë shpejt normal, jo se nuk mundet, nuk është libri mora, shënova, shkrujta... A mbaroj aty, po. Që ta mbaroj që vitin tjetër të botohet, edhe Nuk të ketë lexueshmëri. Do më thamë, ja kështu gjana më prekin diçka që është me të vërtet interesante, diçka që është edukative, diçka që të ka ndonjë qëllim që të marrish mësim prej aty. Edhe për fund, sepse jemi në minutat e fundit, çfarë do ju thoje të rinjve që duan të merren me shkrim? Po, asnjëherë mos ta lanë shkrimin, edhe në qoftë se nuk shkruajnë bukur. Mirë po ato duhet të bashkëpunojnë, normal me mësueset e gjuhës, me mësueset e tyre. Po ashtu kemi në shkrimtarë mjaft, që mund të bisedojnë me to, të marrin mendime, që ndihmojnë, po ashtu se edhe ne ndihmojnë. Ndihmojnë në shkrim, mos të preken nëse kemi kritika jo të mira, mirë pa ato prap të tentojnë të vazhdojmë, se nuk është mirë vetëm të thush se shumë bukur, ajo nuk të ndihmon as pak në jetë, mos e vërtet. Mirë po të besojnë asaj që thot, se ne nëse themi se diçka nuk është aq e mirë, do të thonë është për të mirë që të ketë një përmirësim. Shkrimin mos të na lanë, neve na duhen shkrimtar të rinj, autor të librave të ndryshme të rinj, për radhë së pari duhet të lexojnë shumë, edhe pastaj normal të vazhdojnë të shkruajnë. Dhe mirë se na erdhshin autor të rinj. Të shtohen. Sa më shumë ju faleminderit zonja Mejreme shumë.